ligjin që është në farë mënyre shembulli tipik i klientelizmit në Shqipëri, ose në farë mënyre i legalizimit të klientelizmit në Shqipëri, që është pikërisht ligji për investime strategjike. Ne kërkojmë abrogimin e tij, heqjen e tij, fuqizimin. Edhe për faktin e thjeshtë se ky ligj u miratua në vitin 2015 një masë e përkohshme, deri në vitin 2018, dhe her pas here Kuvendi i Shqipërisë pra e ka shtyrë këtë mekanizëm ligjor, i cili në fund të ditës supozohej në momentin kur u hartua se funksioni i vet, qëllimi i vet ishte përthithja e investitorëve të huaj në Shqipëri, ndërkohë që ka rezultuar që asnjë investitor i huaj nuk ka përfituar nga ligji i investimit strategjik, po gjithë ata i quhen në thonjza investitor vendas, ne i quajmë oligark vendas, sepse janë ata të cilët kanë lidhje të shkurtra me kreun e qeverisë. Ky ligj është karakterizuar nga mungesa e garës, është një lloj kështu shpërblimi ose një lloj emërimi që i caktohet një subjekti që konsiderohet si favorizuar nga qeveria. Nga ana tjetër, ka ligjëruar kalimin e aseteve publike në duar private, po njëkohësisht ka shpronësuar pronarët privat në emër të një interesi strategjik në dëm të pronarëve privat. Rasti i fundit tipik është ajo që po ndodh me banorët e fshatit Rjoll në zonën e Velipojës, cilët kanë në duar disa dokumente pronësie të kohës së gjyshërve të tyre që nuk i njeh shteti shqiptar, qëllimisht nuk i ka njohur deri në këtë moment, dhe nëpërmjet pikërisht ligjit të investitorit strategjik, po e shpronson atë zonë, pra pa i bërë kompensimin e duhur të pronarëve legjitim, le themi, dhe që sigurisht jo vetëm rasti konkret, por shumë raste tjera kanë çuar në konfliktet pronësisë dhe në procese gjyqësore që zgjatin pafundësisht dhe që nuk japin ndonjë zgjidhje konkrete pra. Nga ana tjetër dhe e fundit, le themi, është fakti që në vetvete ligji në fjalë nuk ka përthithur as ndonjë investim në fushat e domosdoshme, si ishte industria, bujqësia, teknologjia, sidomos, pra investor strategjik në këto sektor, po ka shërbyer vetëm si një mënyrë për betonizimin e Bregdetit, për ta thënë kështu, deri në këtë moment që flasim, dhe në vazhdim nëse vazhdon të jetë në fuqi, do shërbej për betonizimin e atyre hapësirave me potencial turistik që janë edhe në zonat malore.